Deputetët e Kuvendit të Shqipërisë mbajtën 1 minutë heshtje në nderim të gjyqtarit Astrid Kalaja, i cili u vra pak ditë më parë në sallën e gjykatës së apelit. Ky moment e heshtje ishte i vetmi ku mazhoranca dhe opozita u bashkuan e më pas e gjithë seanca plenare u shoqëruan nga përplasjet mes dy kampeve në lidhje me situatën e sigurisë në gjykatat e vendit. Opozita akuzoi ministrën e Brendshme se ka lënë pa mbrojtje gjyqtarët, edhe pse Këshilli i Lartë Gjyqësor kishte kërkuar praninë e forcave të policisë në gjykata. Ajo ka bërë mashtrim publik dhe askush s'mund të mbroj një mashtruese publike të denoncuar nga KLG-ja. Çfarëdo apoteoze që ti thuri shti asaj, ajo është një mashtruese publike, zotëri. Në reagimin e parë në parlament, Ministria e Brendshme Albana Koçiu bëri përgjegjëse opozitën për gjuhën e urrëties. Besoj është shumë e qartë për të gjithë se kush është nxitsi i gjuhës së urrëties dhe njeriu më i përshtirë që mund të ekzistojë në gjithë këtë politikë parlamentare. Ministra Koçiu përsëriti se policia e shtetit nuk është përgjegjëse për ngjarjen e rëndë, por nuk sqaroi nëse forcat e policisë do të kthehen apo jo për të garantuar sigurinë në gjykatat e vendit. Ju e dini fare mirë se një pjesë e juaja janë jurist këtu dhe e dini shumë mirë se nëse do të kishte përgjegjësi një polici i shtetit sot do të ishte në arrest. Policia e shtetit ka kryer veprimet e veta në përputhje të plot ligjore dhe kësaj qëndroi nga mëngjesi deri në darkë. Sqarimi i ministres së Brendshme nuk e bindi opozitën, e cila kërkoi dorëheqjen e Albana Koçiut. Nuk mundet një punonjës i sigurisë i paarmatosur të ndaloj një person të armatosur të hyjë në gjykatë. Është detyra e policisë së shtetit, sipas ligjeve të këtij vendi. Prandaj, zoti kryetar, ne do ta nisim nga këtu. Ministra e Brendshme duhet të jap dorëheqjen, kryeministri duhet vi dhe të jap shpjegime pse për 3 vite nuk i është përgjigjur kërkesës së organeve drejtësisë për të shtuar masat e sigurisë me punonjës policie në gjykatat e vendit. Unë flas si përfaqësues i mbrojtjes së institucioneve të drejtësisë. Dhe ju keni qenë këtu gjithkohës. Dhe keni lënë. Lutem lejojeni të mbaroj fjalën. Nga prokurora e përgjithshme që keni ofenduar në syt publikut, në syt ndërkombëtarëve, keni anatemuar partnerën strategjik, ambasadorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ambasadorin e Unionit Evropian, vetëm se mbështetën reformën drejtësi. Dhe reforma drejtësi po sjell këto rezultate. Dhe të hënave ku shkoni atje, ndjellni gjuhën e urrëties. S'keni turp. Pas rreth 2 orëve, Partia Socialiste vendosi të kalojë direkt në votim, pa lejuar me diskutime as për rendin e ditës. E asnjë prej 4 institucioneve të pavarura që ishin parashikuar për të raportuar nuk arritën të flisnin para parlamentit.